Do të qëndroni në LDK dhe ta vazhdoni betejën brenda partisë apo do të hapni në një parti të re? Lejoni t'ua përkujtoj që unë jam përjashtuar nga pozitat që i kam mbajtur në LDK nga partia, pra nga Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s. Dhe kjo ndodh për herë të parë në histori të partisë. Dhe edhe më absurdja është që jam përjashtuar pse e kam mbajtur fjalën për premtimin që e kemi dhënë të gjithë bashkë në emër të LDK-s. Tani, sa i përket hapave të mëtejmë, siç e kam thënë edhe më herët, unë jam në konsultim e sipër me njerëz me të cilët jam ndërtuar politikisht gjatë kësaj periudhe të gjatë, qofshin njerëz ata brenda LDK-s, qofshin njerëz që nuk janë sot aktiv politikisht, por që më kanë këshilluar, me të cilët kam diskutuar, kemi ndërtuar rrugë të përbashkët dhe së shpejti besoj që do ta sqarojmë se